Gjatë javës që sapo mbyll, monedat kryesore ndërkombëtare kanë shfaqur një tendencë në rritje në raport me lekun në tregun e brendshëm valutor. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro ka shnuar një rritje të lehtë në pjesën më të madhe të javës, ndërsa dollari amerikan është forcuar çdo ditë me përjashtim të së hënës. Pasi preku nivelin më të ulët historik më 5 mars, euro shfaqi shenja rimëkëmbje gjatë kësaj jave dhe u rit gradualisht deri në 96.14 lekë të njëjtën. Megjithatë, në sesionin e së premtes, monedha europiane psoi një rënje të lehtë duke mbyllur në 96.08 lekë. Pavarësisht rritjes së lehtë, euro vion tregtohet pra niveleve më të ulta historike në raport me lekun. Në këtë periudhë normalisht duhet kishte ndodhur e kundërta sepse nuk ka flukse të mëdha të monedhës europiane në ekonominë tonë. Megjithatë, një arsye mund të jetë fakti që Banka e Shqipërisë ka qenë më pak aktive me blerjen e monedhës në tregun e brendshëm dhe ka lejuar që kursi të ndjekë rrjedhën normale. Ndryshe nga euro, dollari amerikan ka shfaqur një tendencë më të qartë forcimi si pasojë e rritjes në tregjet ndërkombëtare indikuar nga lufta në Iran. Pas një rënje të lehtë në fillim të javës, kursi i dollarit u rit gradualisht duke arritur në fund të javës në 83.89 lekë, niveli më i lartë që nga fillimi i nëntorit të vitit 2025. Edhe në tregjet ndërkombëtare, dollari amerikan ka vijuar rritjen duke publikuar fitime për të dytën javë me radhë, ndërsa lufta në lindjen e mesme i shtyu investitorët drejt aseteve të sigurta ku bën pjesë edhe monedha e gjelbër. Që nga fillimi i luftës, dollari është forcuar ndjeshëm në raport me euron dhe mbylli javën në 1.14 nga rreth 1.18 që kuotoi përpara se të fillonte konflikti në lindjen e mesme 2 javë më parë.